të strategjisë kombëtare për fëmijët, ku evidentoi ngritjen në 4 qarqe në vend të njësive për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. Iniciativa e UNICEF-it dhe CRCA-s për ngritjen e linjës kombëtare për fëmijë do t'u jap këtyre fëmijëve mundësinë të kërkojnë ndihmë në numrin e telefonit 116. Çdo problem do t'i referohet strukturave përkatëse shtetërore përgjegjëse, njësive të mbrojtjes së fëmijëve në bashki ose organizatave jo fitimprurse. Raporti vjetor qershor 2008 maj 2009 synon të analizoj nivelin e realizimit të strategjisë respektimit të drejtave të fëmijëve nëpërmjet matjes së vlerësimit të treguesve të planuar në planin e veprimit. Raporti analizon situatën jo vetëm në nivel kombëtar, por dhe në atë vendor, duke ndihmuar në përmirësimin e politikave në të ardhmen.